Tuneli Llogaras ende pa pagesë. Të gjitha automjetet të cilat kalojnë në këtë aks rrugor nuk paguajnë tarifën e përcaktuar, ndërkohë që stafi është tashmë duke u trajnuar pikërisht për momentet kur edhe ky aks rrugor do të jetë i kalueshëm me pagesë për të gjitha automjetet. Përpara tunelit janë vendosur tarifat përkatëse për çdo mjet sipas kategorive të përcaktuara, ndërsa nuk ka ende një informacion se kur do të jetë me pagesë kalimi i tunelit të Llogaras. Tuneli Llogaras ende pa pagesë. Kalimi i automjeteve në këtë aks rrugor vijon të kryhet pa paguar asnjë tarifë. Megjithatë, në hyrje të tunelit ka përfunduar tashmë puna për vendosjen e sporteleve, ku do të kryhet pagesa për automjetet që kalojnë në tunel. Aktualisht sipas informacionit, stafi i vendosur në sportele po kryen dhe trajnimin për mënyrën se si do të funksionojë në momentin kur do të vendoset se kur ky tunel do të jetë i aksesueshëm, vetëm kundrejt një tarife të përcaktuar. Gjithsesi, deri tani konfirmohet se nuk ka ende një afat të vendosur për kohën se kur do të funksionojë me pagesë, ndërsa mendohet që gjithçka të startojë duke filluar nga fillimi i vitit 2026. Ndërkohë janë përcaktuar tashmë dhe tarifat për të gjitha automjetet, të cilat variojnë nga 150 lekë të rinj në mjetet motorike, 250 lekë të rinj për autoveturat e deri në 5.000 lekë të rinj për mjetet e tonazhit të rënd. Ky aks rrugor cilësohet mjaft i rëndësishëm kryesisht gjatë sezonit turistik, referuar dhe fluksit të automjeteve, ndërsa pritet që prej vitit 2026 kalimi në tunel të funksionojë vetëm mes pagesës.